Arlind, sot u hap fushata. Edi Rama ka thënë që nëse nuk votoni PS-n, më mirë rini në shtëpi. Çfarë mendon për këtë? Edi Rama nuk ka pikën e respektit për demokracinë dhe për qytetarët shqiptar. Nuk mund të thuash qytetarëve o voto për mua ose rrin në shtëpi, se nëse qytetarët e Republikës së Shqipërisë do të dëgjonin Edi Raman, atëherë partia e Edi Ramës i bie të fitonte 100% të votave dhe deputetëve në parlament. Dhe kësaj do ja kishte zili edhe Kim Jong-uni në Korenë e Veriut, se që ta dini ju edhe në Korenë e Veriut ka një 2-3 partiza kështu formale që japin pak kolorit atij parlamentit. Për Edi Ramën, parlamenti i ardhshëm i Shqipërisë që të jetë i dukuri, duhet të jetë 100% për Partinë Socialiste dhe për atë vet. Nga ana tjetër, unë i ftoj qytetarët shqiptarë që të shkojnë masivisht në votime dhe të votojnë me ndërgjegje. Nuk po ju them votoni me do e mos për lëvizjen bashkë, unë do doja që të votoni për lëvizjen bashkë, por shumë e rëndësishme që ju të votoni të lirë, të votoni me ndërgjegje, të votoni duke menduar për të mirën e vetes tuaj, familjes tuaj, komunitetit tuaj dhe mbar shoqërisë. Dhe jo vetëm për të mirën e ditës nesër dhe të pastesërme, po edhe për të mirën afatgjatë vendit tonë.